Sot në 8 mars nuk festojmë thjesht një datë, sot nderojmë forcën, dinjitetin dhe guximin e gruas. Unë jam avokate, profesioni im është ligji, por misioni im është drejtësia. Besoj në politikë, jo si karrierë, por si mjet për të mbrojtur të drejtat. Besoj tek e djasta që respekton pronën, familjen, meritën dhe lirinë individuale. Besoj në një shtet ku ligji nuk përkulet para pushtetit dhe kur gruaja nuk kërkon favore, por kërkon barazi reale. Gruaja shqiptare nuk ka nevojë për duartrokitje një herë në vit. Ka nevojë për siguri, ka nevojë për përfaqësim të ndershëm, ka nevojë për drejtësi kur dhunohet, ka nevojë për mundësi kur punon, ka nevojë për respekt kur flet. Si avokate kam parë nga afër padrejtësinë. Kam parë gra që luftojnë vetëm për të drejtat më elementare dhe kam kuptuar se heshtja është komoditet, por zëri është përgjegjësi. Ne nuk kërkojmë privilegje, ne kërkojmë zbatim të ligjit, ne nuk kërkojmë përjashtime, ne kërkojmë barazi përpara ligjit. Një shoqëri që nuk mbron gruan, nuk mbron as të ardhmen e saj, sepse gruaja nuk është thjesht pjesë e shoqërisë, ajo është themeli i saj. Unë besoj se një Shqipëri ku vajzat rriten pa frikë, ku gratë drejtojnë pa paragjykim dhe ku politika nuk është arem për të fortët, por hapësirë për të drejtët. 8 marsi është kujtese të drejtat nuk janë dhuratë, janë fitore dhe çdo fitore kërkon zë, guxim dhe qëndrueshmëri. Sot unë zgjedh të jem zë për të drejtën, për ligjin, për gruan.